Ministrja e Mjedisit e Gjermanisë, Steffi Lemke, e cila po viziton këto ditë Shqipërinë, u ndal në parkun kombëtar të lumit të egër të Vjosës. Në një postim në rrjetin social Facebook, Ambasada e Gjermanisë në vendin tonë bën të ditur se ministra Lemke mori një ide nga aty dhe nëpërmjet bisedave me shoqërinë civile dhe politikën lokale për vlerën unike të këtij peizazhi natyror të lumit. Shqipëria ka peizazh të mrekullueshëm dhe një biodiversitet të pasur. Natyrën e paprekur e vlerësojnë gjithnjë e më shumë edhe turistët e huaj. Mua më intereson të kuptoj se si mund të harmonizohen çështjet e mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës me zhvillimin ekonomik, u shpreh ministrja gjermane e mjedisit. Në postimin e ambasadës bëhet e ditur se përmes një projekti të ri të bashkëpunimit gjermano-shqiptar për zhvillimin Green Vjosa, do të mund të kontribohet në të ardhmen në një zhvillim të butë ekonomik të popullatës përreth. Është e bukur që përmes një projekti të ri të bashkëpunimit gjermano-shqiptar për zhvillimin e Green Vjosa, do të mund të kontribojmë në të ardhmen në një zhvillim të butë ekonomik të popullatës përreth në një përputhje me masat për mbrojtjen e natyrës, citoi ambasada. Lumi Vjosa, i gjatë 270 kilometra, rrjedh nga shpatet e mbuluara me pyjet të maleve të Pindit të Greqisë deri në bregdetin Adriatik të Shqipërisë. Qeveria e shpalli park kombëtar Lumi Vjosa, që është lumi i fundit i egër në Europë, në fillim të vitit 2023. Shkencëtarët thonë se ekosistemi i Vjosës është habitat për 1100 specie, 13 prej të cilave janë në rrezik të madh të zhdukjes. Vjosa gjithashtu ka vlerë ekologjike, kulturore dhe ekonomike për 60.000 shqiptarët që jetojnë në brigjet e saj.